E njënën prej veprave që Allahu ka tregu mallkimin e tij mbi atë person është ai I cili shkel dhe ndërpret lidhjet farefisnore. Allahu ka thënë: "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" A ju po doni që të bëni shkatrime në tokë dhe të ndërpreni lidhjet farefisnore? Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, të tillët janë të cilët I ka mallku Allahu xhalla xhelalu, I ka bë sytë e tyre të verbër dhe veshët e shurtë. Do një trajtim shumë serioz I kësaj teme. Allahu xhalla xhelalu në një ajet tjetër thot: "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun." Dhe devijojnë nga e vërteta vetëm ata të cilët te I kalojnë kufit, vetëm ata të cilët e teprojnë në gjona. Alladhina yanquduna ahda Allah, të cilët e shkelin besën që ja ka dhënë Zoti pas asaj besë që ja ka dhënë Zoti e shkelin. Wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusal, dhe e ndërprejnë ato lidhje që Allahu xhalla xhelalu ka kërkuar që të vazhdojnë ato lidhje.